gjërat që meshkujt i konsiderojnë tërheqëse të femrat sipas shkencës. Numër 1. Syt e mëdhenj. Edhe pse nuk ka një përmas të saktë, syt më të mëdhenj shpesh lidhen me rinin dhe feminitetin. Numër 2. Hunda e vogël. Interesante është se ky nuk është një tipar që gratë zakonisht e kërkojnë te burrat. Numër 3. Buzët e plota. Ato shpesh lidhen me nivele më të larta të estrogenit, që në mënyrë të pavetëdijshme sinjalizojnë pjellorinë dhe rinin. Numër 4. Flok të shëndetshëm dhe të mirëmbajtur. Studimet sugjerojnë se floku është një nga gjërat e para që burrat vërejnë te një grua. Numër 5. Të jenë më të shkurtra se meshkujt, megjithse nga pikpamja shkencore gratë më të gjata mund të kenë avantazhe evolucionare. Burrat zakonisht preferojnë gra më të shkurtra se ata. Numër 6. Këmbë të gjata, pavarësisht se kjo bie në kundërshtim me preferencën për gra më të shkurtra. Studimet tregojnë se burrat natyrshëm tërhiqen nga një raport më i lartë midis gjatësisë së këmbëve dhe trupit. Numër 7. Një zë paksa i lartë. Ky ton vokal ka më shumë gjasa të bëj burrat të imagjinojnë një grua si tërheqëse, pasi tregon feminitet. Numër 8. Të jenë të hapura ndaj humorit të tyre. Nuk ka të bëjë me të qenit vetë argëtuese, por me të qeshurit, me atë që burrat e konsiderojnë qesharak.